Po, profesor, është e vërtet ajo që ka një rënje të votave në disa prej bastione, mirë po vazhdojnë të jenë bastionet PDK-s, ku PDK fiton mbi 80% të votave edhe në Skënderaj edhe në Dranas. Dhe kjo mund të reflektoj edhe nga partnerësia nga njerë edhe me nivel lokal, sepse mu këtu komuna kanë qenë të anashkalune nga projektet prej qeverisë 6 vite dhe ti kur nuk ke mundësi që qytetarët të ofrosh dhe të përmirësosh infrastrukturën, atëherë është problematike ajo që të rregullohet një çështje e tillë. Është problematike që të rregullohet ose që të mobilizohet elektorat, sepse nëse për 5 vite, 6 vite, pa marrë shembull vetëm çështjen e ujit në Skënderaj, projektin e furnizimit me ujë të komunës Skënderaj, një projekt i filluar në vitin 2019 dhe i ndalën prej qeverisë Kurti në vitin 2020, ku të gjithë qytetarët e Skënderajit pra u bllokohet furnizimi me ujë nga qeveria. Komuna nuk e ka kapacitetin që një projekt kaq madhor i furnizimit me ujë për tërë komunën të mbulojë me buxhetin e saj vetanak, edhe nga njerë dërgon një